Unë do kërkoja ndihmë që një adresë të krye familjes së të ndjerit, do kërkoja një adresë dhe duat pavarësisht 10 ditë, 20 ditë, duat i vete të shpreh një puthadore, një fjalë falje, skuza që quhen këto, në emër qytetarëve të Beratit, në emër qytetarëve të Shqipërisë, kush jam unë do thuash, një qytetar i thjeshtë. Se bëj që unë përfaqësoj ata, qytetarët e Beratit. Po kam dëshirë se s'kam fjetur gjumë 10 ditë për të djalë pa e njohur. Dhe sigurisht më vjen keq për qytetin tim që të marrë këtë dogm, këtë vull, këtë një lloj embleme negative, edhe kush e di sa vite do duhet që të largohet. Tu s'është larguar humbja e Gjergj Kastriotit në Berat, nuk është larguar. Nuk është larguar humbja e qeverisë komuniste në Berat në 22-3 tetor, kur u bë atëherë. Por ka ndodhur gjëra shumë të ndihmshme në Berat. Me të vërtetë qytet i bukur, me njerëz të paqëm, po qëllon njëti që i fshin gjitha. Kjo më vjen ajo, grinda dhe zëmrata dhe një farë dhimbje për qytetin tim. Si ka mundësi që një veprim të fshi kaq të mira. Por unë besoj se Berati do ngrihet prapë qytetaria e Beratit mbi këtë vepër vrasstare.